Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, ka thënë se BE-ja ka nevojë për një partner në Kosovë te ka bërë thirrje për formimin e qeverisë së re. Në konferencën Kosova drejt Bashkimit Evropian, rruga drejt një zgjidhjeje, Orav ka thënë se Bashkimi Evropian i duhet partnerit që të mund të bisedoj për hapat konkret drejt integrimit. A i shtoi se qëndrimi i BE-s për zhvillimet në veri është i qartë, duke përsëritur se heqja e masave ndaj Kosovës ka filluar, por sqaroi se duhet bashkëpunim i ngushtë për të ecur përpara. Orav foli edhe për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke theksuar se kjo është një temë që duhet të trajtohet seriozisht dhe pa vonesa. Ndërkohë, ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Guerrot, deklaroi se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk është një republikë serbe. Sipas tij, asociacioni nuk ka funksion legislativ dhe se do të jetë nën kushtetut e jo pjesë e saj siç është Republika Serbe. Ambasadori tha se në rast se Kosova e dërgon draftin në gjykatën kushtetuese, ky veprim do ta ndryshonte shumë atmosferën në kryeqytetin e tij. Ambasadori francez këtë deklarat e bëri në një konferencë të organizuar nga Lëvizja Fol dhe Instituti i Prishtinës për studime politike me temën Kosova drejt Bashkimit Evropian, rruga drejt një zgjidhjeje. Në konferencën organizuar nga Lëvizja Fol dhe Instituti i Prishtinës për studime politike, foli edhe ambasadori i Gjermanisë Jon Rode, sipas të cilët rreziqet nga asociacioni komunave me shumicë serbe që të jetë një republikë serbe janë minimale. A i tha se sikurse asociacioni, ashtu edhe çështja e pronës së manastirit të Deçanit janë nënkuptuar si kompromise që Kosova duhet i bëjë në raport me Serbinë. Megjithatë, Rode deklaroi se kjo nuk qëndron. Sipas tij, këto janë detyra shtëpie për Kosovën që është dashur të bëhen e nuk janë kryer, duke shtuar se Kosova duhet ta përmirësoj besimin dhe pastaj të ecë përpara. Një ditë pasi u intervistua nga prokuroria lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunim të mbetjeve shtatëzore, reagoi sot ministri në detyrë i bujqësisë, Faton Peci. Pasi falenderon qytetarët që e kanë votuar në zgjedhjet e fundit për deputet, ai shpreh bindjen se epilogu i këtij procesi do të jetë i njohur për të gjithë. Peci tha se epilogu do të jetë sikurse ai rreth 30.000 fermerëve që përfitojnë në baza vjetore subvencione dhe grante, e që njerësh janë dëshmitarët më të vëmendshëm. Sipas tij, këta fermerë janë ata që më së miri e dinë se në funksion të kujt e ka kryer detyrën zyrtare. Ndaj këtij rasti pati reagime të ndryshme. E deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Ertan Abrashi hodhi akuza ndaj prokurorisë duke thënë se qeveria Kurti po përballet me një fushat të organizuar presionin nga brenda sistemit. Në intervistën e dhënë në RTK Prime, Abrashi e përshkroi atmosferën e institucioneve si të rënduar dhe të ndikuar nga veprime përzgjedhës të prokurorisë speciale dhe hetuesve policor. Ai shtoi se një qasje e tillë nuk po aplikohet me pushtetet lokale të drejtuara nga parti tjera, duke përmendur veçanërisht komunat e udhëhequra nga PDK dhe LDK. Deklarimi Abrashit pason hetimet e prokurorisë në Ministrinë e Bujqësisë dhe intervistimin e ministrit në detyrë Faton Peci, i cili është kryetar i partisë Guxo, pjesë e Lëvizjes Vetëvendosje. Ndërkohë, shoqata e prokurorëve të Kosovës me shqetësim ndoqi reagimet publike nga përfaqësues të subjektit politik Guxo dhe zyrtar të qeverisë pas veprimeve procedurale të ndërmarra nga prokuroria speciale në rastin që përfshin intervistimin e një zyrtari të lartë në cilësinë e të dyshuarit. Shoqata e konsideron të papranueshme gjuhën denigruese dhe akuzat publike të drejtuara
kryeprokurorit të prokurorisë speciale Bleremi Sufaj, si dhe prokurorit të çështjes Admir Shala pas fillimit të hetimeve në Ministrinë e Bujqësisë dhe intervistimit të ministrit në detyrë Faton Peci. Shoqata rithekson se kriteri vetëm për vlerësimin e një prokurori është performanca profesionale, respektimi i ligjit dhe standardeve etike dhe jo lidhje të sponsorizuara apo të interpretuara politikisht. Instituti Kosovës për drejtësi shprehu keqardhje për vazhdimin e mbrojtjes edhe institucionale nga lëvizja vetëvendosje si parti në pushtet për secilin zyrtar të lartë publik që është subjekt i hetimit për vepra penale të korrupsionit. IKD shton se deklaratat e aktorëve politik që i cilësojnë aksionet e prokurorisë si skenim dhe hakmarrje janë të papërgjegjshme dhe përbëjnë tentim për të denigruar punën e prokurorëve të prokurorisë speciale. IKD thekson se praktika e këtij lloji bie ndesh me parimet kushtetuese dhe me pritet e qytetarëve për sistem të drejtësisë të pavarur dhe të paanshëm. PDK-ja kërkoi hetime nga prokuroria për çështjen e energjisë elektrike. Në konferencë për media, deputeti kësaj partie Abelar Tahiri tha se në këtë fushë po kryen abuzime. Ai deklaroi se në Kosovë është rritur prej 2 euro në 798 euro vetëm transmisioni i megavatit. Sipas tij, kjo është konfirmuar nga publikimi i raporteve zyrtare mbi shitblerjen gjatë vitit kaluar. Tahiri tha se në vetëm 6 orë kjo i ka kushtuar buxhetit dëm mbi 1 milion euro. Përballë këtyre fakteve, institucionet përgjegjëse, si zyra rregullatorit të energjisë elektrike, kostit dhe vetë shefi këtyre, pra kryeministri në detyrë zoti Kurti, kanë heshtur në mënyrë të pajustifikueshme. Në fund, pasojat e këtyre skemave kriminale dhe të dëshimta po i paguajnë qytetarët e Republikës së Kosovës, një pjesë nga xhepi i tyre dhe një pjesë nga taksat përmes buxhetit të Republikës së Kosovës. Pra përderisa në njërin anë kemi 2 apo 3 kompani që janë duke fituar miliona euro në këto kurdisje të këtyre ofertave dhe këtyre tenderve, në anën tjetër e kemi një vendim të zyrës së rregullatorit të energjisë që nga 1 qershori i vitit 2025, pra për 3-4 ditë të ardhshme, nxjerr në treg të lirë, ose si thot në treg të lirë sepse treg të lirë nuk ka, të energjisë elektrike, mbi 1300 biznese që kanë 10 mira të punësuar dhe që kryesisht janë prodhues ton vendor që prodhojnë qofshin ato ushqimet që konsumojnë baza ditore apo materiale ndërtimore. Gjykata themelore në Prishtinë i dënoi me burgim të përjetshëm Jeton dhe Nexhat Vllasaliun. Ata u gjetën fajtor për vrasjen e biznesmenit Bedri Rexhepi në vitin 2021. Ata u dënuan me akuzën për vrasje të rëndë dhe dëmtim të varreve apo kufomave, raporton Betimi për Drejtësi. Sipas këtij akuzës, vëllezërit Vllasaliu vran biznesmenin me qëllim të përfitimit të 30.000 eurove. Viktima ishte mashtruar nga ta, duke ofruar përshitjen e 2 veturave në vlerë prej 30.000 eurosh. Kur Rexhepi shkoi në shtëpinë e njërit të pandeurit, i dënuari Jeton Vllasaliu duke e ngulfatur, e ka mbytur biznesmenin me mendimin se i kishte 30.000 euro, por i ndjeri kishte vetëm 8.000 euro. Mbetjet mortore të Rexhepit u gjetën më 30 shtator 2022 në vendin e quajtur Mali i Madh në Vllasalit të Novobërdës. Të dënuarit në seancën fillestare ishin deklaruar të pafajshëm. Kundër aktgjykimit lejohet ankesë në gjykatën e apelit në afat prej 30 ditësh. Policia njoftoi se ka arrestuar personin i cili dyshohet se ka sulmuar ginekologun Afrim Veliu në Prishtinë. Ai dyshohet se ka hedhur edhe një granatdore në ordinancën e mjekut. Arrestimi i tij është bërë të martën në Fushë Kosovë. Gjatë bastisjes në adresën ku qëndronte Meqira, janë sekuestruar prova relevante, kurse me vendim të prokurorit, i dyshuar është ndaluar për 48 orë për vepra penale, kanosje dhe lëndim i lehtë trupor.
Nga sot është hapur qendra kryesore e mjekësisë familjare në Mitrovicën e Jugut, e cila është më e madhja në rajon. Kryetari i kësaj komune, Bedri Hamza, simbolikisht si pacienti parë, bëri një kontroll rutinore. Ai deklaroi se qendra shëndetësore me ambiente moderne do të shërbejë përgjatë 24 orëve të gjithë qytetarëve pa dallim. Nga sot në orën 14 do të filloj zbatimi i parimit të kontrollit hyrje-hyrje në pikëkalimin e përbashkët kufitar mes Kosovës dhe Maqedonisë Veriut në Globoqic Jazhinc. Siç njoftoi Ministria e Brendshme e Kosovës, kjo është njëra nga 2 pikat e kalimit të përbashkët kufitar e paraparë sipas protokollit të implementimit të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut për pikat e përbashkëta të kalimit kufitar Hani Elezit Blaz dhe Globoqic Jazhinc, të nënshkruar në nëntor 2024 në mbledhjen e përbashkët të 2 qeverive. Regjimi i ri kufitar do të jetë sipas modelit ku kontrollet do të realizohen vetëm në hyrje nga policia respektive e shtetit, kurse policët do të punojnë në një objekt të përbashkët. Pas rifillimit të shpërndarjes së ndihmave, shpërthen kaosin në një lokacion në Gazë, ndërsa mira palestinez të dëshpëruar nxituan të merrnin furnizime ushqimore. Një blokadë 11 javore izraelite ndaj ndihmës humanitare ka shtyr popullsinë e enklavës prej më shumë se 2 milion palestinezësh drejt urisë dhe drejt një krize humanitare të thelluar me rifillimin e parë të ndihmave humanitare që rrjedhin në enklavën rrethuar javën e kaluar. Videot nga faqja e Fondacionit Humanitar të Gazës treguan turma të mëdha që nxitonin derisa rrëzonin disa nga gardhet. Të mërkurën zyrtarët palestinez të shëndetësisë thanë se një person ishte qelluar për vdekje dhe 9 të tjerë janë plagosur gjatë kaosit, pa dhënë detaje të tjera. Një burim sigurie tha se kontraktorët amerikanë të sigurisë në terren nuk gjuajtën asnjë të shtënë dhe se operacionet do të rifillonin të mërkurën. Forca e mbrojtjes së Izraelit thanë se trupat e tyre qelluan të shtëna paralajmëruese në zonën jashtë kompleksit dhe se situata u vu nën kontroll. Ata mohuan të kishin shtënë në drejtim të vendit. Fondacioni Humanitar i Gazës tha se ka shpërndarë rreth 8.000 kuti ushqimore deri më tani. Ata thonë se fluksi do të rritet çdo ditë me synimin për të ofruar ushqim për 1.2 milion 60% e popullsisë së Gazës deri në fund të javës. Fondacioni gjithashtu tha se po përgatit 3 vende shtesë për shpërndarjen e ndihmave, 2 prej të cilave janë në Gazën jugore dhe një në Gazën qendrore. Të gjitha vendet në jug janë në një zonë që është në një urdhër evakuimi masiv të një dite më parë. Nuk ka vende shpërndarje në Gazën veriore, një pikë kritike nga shumë ekspertë ndihmës. OKB-ja ka paralajmëruar më parë se fakti se vendet fillestare ishin vetëm në Gazën jugore dhe qendrore mund të shihet si inkurajues i qëllimit të deklaruar publikisht të Izraelit për të detyruar të gjithë popullsinë e Gazës të largohet nga Gaza veriore, siç e tha ministri i mbrojtjes Israel Katz në fillim të këtij muaji. Izraeli planifikon të pushtojë 75% të Gazës brenda 2 muajve si pjesë e ofenzivës së tij të re në territorin e rrethuar, ka thënë një zyrtar ushtarak izraelit për CNN në fillim të kësaj jave. Të nderuar shikues, për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Dhe mos harroni, gjithmonë jemi live në rtk live.com. Ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.